Vjosa Osmani ka bo një gabim shumë të madh. Vjosa Osmani ka mujt mos me qu venin në zgjedhje. Për një vit 3 palë zgjedhje, dikun 30 milion euro vetëm prej KQZ-s janë harxhu në zgjedhje. Presidenti Osmani kësaj here ka mujt me rujt që shteti më konë stabil, më konë me institucione sot, edhe jo me ardhune me garu prej një venit, me ardhë me garu për deputet, mi avzon venin plot akademikav, plot profesorav, plot studentav që janë të suksesshëm, po nuk guxojnë me dalë dhe me u ballafaqu me deputet tjerë, se dikush i thot Serbia, dikush i thot lista serbe, edhe nuk guxojnë me ballafaqu me deputet tjerë. Presidenti Osmani ka vyt me tërhek partinë e vet guxo, edhe me mos me e leju që veni me shku në zgjedhje, po me kriju institucione. Presidentja, koalicioni fitues i zgjedhjeve, partitë opozitare, gjithë janë bë bashkë që me shkatru gati këtë rinin edhe këtë venin tonë. Nuk ban me leju, nuk duhet me leju.